Do diskutojmë tani në lidhje me sigurinë ushqimore në vendin tonë dhe mbi faktin se çfarë duhet bëjmë, çfarë duhet përmirësojmë në mënyrë që të jemi konkurrent, por edhe më të sigurt kur Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Mëgjërësisht, do diskutojmë me zotin Kaplan Sulaj, dekani i Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor Tiranës. Përshëndetje, mirë se erdhët, zoti Sulaj. Faleminderit për ftesën. Duke marrë shkas nga jo vetëm ngjarja e fundit në Tiranë ku Akuja ka sekuestruar një sasi të konsiderueshme mandarinash, por edhe nga ngjarjet e tjera. Sepse duket sikur jemi ndarë në produktet janë ndarë në dy pjesë, ato që eksportohen dhe ato që janë në vendin tonë. Duket sikur jemi disi të ekspozuar ndaj mos kontrollit, nëse mund ta quajmë kështu. Individët vetë fillimisht çfarë duhet bëjnë për të qenë më të sigurt për veten e tyre? Në fakt ka një ngjarje kur Akuja ka bllokuar një sasi të konsiderueshme mandarinash. 700 kg. 700 kg, nuk janë shumë në referuar prodhimit total të të mandarinëve të sezonit, ai shkon në treg. Lidhur me shkakun, shkaku është prania e një pesticidi, një fosforganik, metilperifos, i cili është një fosforganik i cili është gjendur në mandarinat. Kryesisht nuk është i lejuar në këtë të përdoret tek mandarinat dhe tek pemët frutore, por përdoret kryesisht për luftimin e insekteve dhe parazitëve të ndryshëm në shumë mjedise, përdoret në kafshë, përdoret në mjedise të tjera, për të luftuar pestet ose këto lloj insektesh të cilat dëmtojnë kulturat bujqësore, po njëkohësisht edhe shëndetin e kafshëve. Dhe natyrisht është futur si një pesticid i cili nuk duhet përdorur dhe është pesticid i ndaluar në këtë lloj fruti edhe në frutat e tjera. Kështu që jemi në një situatë kur shumë fermerë shpeshherë nuk respektojnë llojet e pesticideve që përdoren për luftimin e pestave të ndryshme. Zoti Sulej, sepse kam shqipjen nuk është se ka ndonjë përfitim nëse e përdor me dashje këtë pesticid tek frutat. Unë them se fermerët që kanë përdorur nga padituria. Ata nuk e dinë që është ndaluar në mandarina dhe kanë përdorur. Ose ndryshe kanë përdorur e dinë efektin e tyre, sepse metilperifosi ka një efekt të shtuar, sepse është kombinim i dy lloj pesticideve, një fosforganik dhe një pesticid tjetër, të bashkuar në një strukturë për të rritur efektivitetin ndaj. Pra e rritet efektivitetin ndaj pesteve, ndaj insekteve të ndryshme dëmtuese. Dhe ka dy, ose padituria, ose është përdorur me këtë qëllim për të menaxhuar pastaj edhe rritjen e mirë dhe për të rritur prodhimin e mandarinave. Gjithsesi jemi në një situatë kur kemi një fakt të tillë dhe Inspektoriati i Ushqimit dhe Ushqimit të Kafshë duhet që të shtojë inspektimet dhe kontrollet zyrtare për mandarinat që janë vendosur në treg, në mënyrë që të gjejë dhe të gjurmojë nëse ka sasi të tjera mandarinash të cilat përmbajnë jo vetëm të lloj pesticide, por edhe pesticide të tjera të rrezikshme për shëndetin e konsumatorit. Gjurmimi aktualisht është i thjeshtë për të bërë sekuestruar kjo sasi, për shembull. Mund gjendet se nga ku vjen? Patjetër mund të gjendet, sepse nëse do flasim për gjurmëshmërinë e këtij lloji produkti, ne do të gjejmë nga ka ardhur ky produkt i shitur me një faturë, natyrisht pas kësaj ka veprime të tjera financiare të cilat gjurmojnë produktin deri në origjinë, për ta gjetur atë deri nga cila fermë ka ardhur produkti në treg. Kështu që shumë e thjeshtë për ta gjetur dhe madje edhe për ta bllokuar, por ka raste kur shpeshherë tregtia e mandarinave dhe e fruta perimeve dhe produkteve tjera të ushqimor shoqërohet pa faturë, bëhet thjesht me para kesh. Ne jemi akoma në një ekonomi e cila nuk është e formalizuar komplet dhe në këto raste paraqet vështirësi gjurmimi. Prandaj kërkohet që krahas gjurmimit që bën Inspektoriati i Ushqimit dhe Ushqimit për Kafshë në jurisdiksionin e AKU-s, kërkohet që edhe institucionet e tjera financiare të mos lejojnë hedhjen në treg të produkteve pa faturë, sepse mungesa e faturës do sjell mungesë të gjurmëshmërisë së produktit. Rast elementeve të tjerë të informacionit që i takojnë, për shembull, etiketave, i takojnë logove që kanë produktit, logove komerciale apo dokumentave të identifikimit të fermave. Prandaj duhet që çdo gjë të jetë e formalizuar. Njëkohësisht duhet të reagojnë më shpejt autoritetet, zoti Sulej, në rastin konkret Akuja, por edhe drejtoritë e tjera, sepse pjesa më e madhe atyre mandarinave ishin shitur. Këtu varet nga
Akuja duhet kryej inspektime periodike, unë e thashëm për para në mënyrë që të gjurmoj dhe të gjurmoj nëse ka produkte të rrezikshme në treg. Jo vetëm për mandarinat, për gjithë llojet e ushqimeve. Për çdo llojet e ushqimeve. Por në këtë rast Akuja ka operuar, e ka gjetur shkakun, e ka bllokuar. Vështirësia me sa duket qëndron në tërheqjen e produkteve në tregu, sepse akoma nuk kemi një rrjet shpërndarje produktësh të formalizuar, në mënyrë që të gjurmojmë atë ku degëzohet shpërndarja e produktit, për ta rikthyer atë, për ta marrë atë nga atje ku ka shkuar dhe për ta kthyer dhe për ta zgjesuar produktin, ose për ta kthyer mbrapsht tek fermeri, në mënyrë që të vazhdoj pastaj procedurat e azhjesimit të produktit. Kodi lot, në ndjenin time mund të fillojë në 2026, është duke u punuar, por gjithsesi nuk është aktualisht efektiv. Ndihmon shumë në gjurmimin dhe përjedhoj siguri më e madhe, pra çdo produkt ketë atë kodin lot. Loti është kryesisht përdoret në industrinë e përpunimit të ushqimeve, në paketimet e ndryshme, por përdoret gjithashtu edhe në prodhimet primare bujqësore, siç janë frutat dhe produktet e tjera bujqësore. Kjo nënkupton që në një loti ka konceptin e një produkti ose të një prodhimi i cili prodhohet në një kohë ose grumbullohet ose prodhohet në të njëjtën kohë nga një zonë ose një sipërfaqe të caktuar, në rast të produkteve primare. Për shembull, në një fermë të caktuar e cila prodhon një produkt bujqësor, në një sipërfaqe të caktuar, në një sasi të caktuar mund vendoset një numër identifikimi ose një lot prodhimi. Dhe mandej kjo paketohet me këtë lot prodhimi dhe shpërndahet në treg. Dhe patjetër që edhe këtu ka kuptim dhe loti gjurmon është një element shumë i mirë i gjurmëshmërisë, sepse produktet sot krahas etiketave gjurmohet dhe mbi bazën e numrit identifikues të lotit të prodhimit, që unë shpjegova më parë se ç'ishte. Ndërkohë, zoti Sulaj, në tërësi, në vendin tonë, sepse shpeshherë po shohim mbase gabime, por mbase edhe mund të ketë edhe, nuk e dim arsyen fiks, mund të jetë edhe me dashje. Pse ndodhin në opinionin tuaj, sepse Universiteti Bujqësor e bën punën e vet edhe duke krijuar ato klasat në terren me fermerët për të shpërndar dijen, por sërish ka gabime. Ku mendoni se është problemi? Për shembull, përdorimi i pesticideve sot nuk është problem vetëm në Shqipëri, problem në të gjithë botën. Dhe ka një incidencë të tillë referuar shkallës së zhvillimit të një vendi. Sa më emancipuar më i zhvilluar të jetë një vend, aq më me kriterë dhe aq më brenda standardeve përdoren pesticidet. Sa më pak i zhvilluar ose ne jemi një vend në zhvillim, i cili natyrisht që ka problemet e veta në edukimin e fermerëve për përdorimin e pesticideve. Shpeshherë pesticidet përdoren pa kriter, nuk respektohet periudha e karencës ose e ndërprerjes së përdorimit të pesticidit, por edhe njëkohësisht edhe kohës së hedhjes produktit në treg. Kështu që në këto kushte jemi në një situatë kur kemi grupin e fermerëve të cilët nuk janë plotësisht në të regjistruar për përdorimin e pesticideve, por nga ana tjetër kemi edhe institucionet e kontrollit që kryejnë kontrollet zyrtare mbi produktit. Kërkojnë që këto autoriteti kompetent të kryej më tepër kontrolle zyrtare në mënyrë që të zbulojë më tepër rrisjet e mundshme që mund të vinë nga produktet të ndryshme që hidhen në treg. Qytetarët vetë mund bëjnë gjë në këtë mes për ta mbrojtur veten? Qytetarët, unë bëj thirrje që të orientohen mirë në zgjedhjen e produktit, por një qytetar dhe një konsumator, ashtu siç jemi ne të gjithë, nuk mund të përcaktojmë nëse me anë të vlerësimit organoleptik me anë të syve, nëse ka një produkt ka pesticide ose jo. Madje edhe kur e shijojmë atë nuk arrim ta kuptojmë. Sepse mbet fjalë për sasi të urta të pesticideve në produkt, të cilat nuk janë të detektueshme me anë të organeve shqisore apo me anë të pamjes vizive. Janë të dëmshme zakonisht për shëndetin? Mund shkaktojnë? Po patjetër, kur flasim për fosfor organik, në rastin tonë që kishim metilperifos, është një substancë fosfor organike e cila jep helmimet akute të menjëhershme, sepse është një shkaktar i bllokimit të mediatorit acetilkolin në sinapset nervore dhe mund t'jap menjëherë helmim akut që shoqërohet me humbje të jetës, në rastet kur ato janë në sasi të mëdha, në nivele të larta. Por krahas këtyre kanë ato që kanë efektin kronik ose toksitetin kronik, i cili pavarësisht se nuk jep
sindromi klinik akut, ai vazhdon efekti kronik, vazhdon për një periudhë gjatë kohe. Dhe kështu organizmi i ynë dhe i gjithë konsumatorëve ndodhet në efektin e toksisitetit kronik, shoqërohet pasar me një sër fenomenesh të tjera në neurotoksisitet të vonuar, i cili shoqërohet pastaj me dëmtimet të nervave, që në një periudhë caktuar mund të çojë pastaj në paralizë ose dëmtime të tjera të organeve jetësore, mund të sjellë humbje të memorjes, humbje të inteligjencës, nga ana tjetër, sepse është fenomeni neurotoksisitetit që shkakton këtë, por mund t'jap toksisitet të veshkave, të trurit, që thamë parë, mund t'jap toksisitet të mëlçisë dhe organeve të tjera jetësore. Gjithsesi në sasi të vogla kam përshtypjen që nuk ka efekte të shprehura. Kjo është arsye që edhe në shumë produkte ka atë që quhet vlera maksimale lejuar, ku është referencë për të kontrolluar pastaj ose për të vendosur nëse produkti duhet i dhe në treg ose jo. Ndërkohë, zoti Sulaj, një tjetër problem i kohëve të fundit ishte edhe çështja e misrit me aflatoksin. Transmetohet tek lopa, pastaj tek qumshti, pastaj tek njeriu kur e konsumon aflatoksina. Në rastin tonë kemi një kontingjent mistri të bllokuar nga që vinte nga Serbia me pranit të lartë të nivelit të aflatoksinave. Dhe unë dua të theksoj që aflatoksina futet në zinxhirin ushqimor të kafshëve dhe të njerëzve, sepse duke u marrë nga produkti në rastin tonë të mistrit që është ushqim për kafsh, ajo metabolizohet në organizmin e kafshëve dhe kthehet në derivatet të saj që janë akoma të rrezikshme, madje është e ndërvarur kryesisht edhe nga sasia e aflatoksinës që ndodhet. Qofse është mbi vlerë maksimale të lejuar, organizmi i kafshëve ka kapacitet që të biotransformojë nivelin e aflatoksinës dhe ta çojë në një derivate më pak toksik, por në rastet kur sasia edhe vlera është e lartë, sasia dhe mbetjeve është e lartë në produkt, atëherë kemi një pjesë e tyre eliminohen ashtu siç janë me anë të qumshtit, pra aflatoksina B1, që është edhe ajo që është më rrezikshme dhe ajo që ndodhet edhe në misër, po edhe që mund të eliminohet me anë të qumshtit, por mund të kemi edhe derivatet M1 dhe M2, që janë edhe këto toksike, të cilat janë biotransformuar në organizmin e kafshëve dhe sekretohen me anë të qumshtit. Kështu që me anë të qumshtit ne ekspozohemi jo vetëm nga aflatoksina B1 që është derivat kancerogjen, por njëkohësisht edhe nga derivatet e tjera të biotransformuara që edhe këto kanë toksisitet, jo aq të shprehur sa B1-shi, por prap janë toksike për organizmin. Nuk largohet aflatoksina në momentin që qumshti zihet, pasterizohet edhe me temperatura të larta dhe me kohë të shkurtër? Pasterizimi dhe trajtimi termik nuk e shkatëron aflatoksinën. Aflatoksina është termorezistent dhe nuk sjell në një ulje të nivelit të aflatoksinave në qumësht. Kështu që bëhet fjalë për masat paraprake që duhet marrë në të ushqyerin e kafshëve, por edhe në mënyrë që ne t'u japim atyre ushqime me nivele të ulta të aflatoksinës, kryesisht me ngarkesë të ulët mikotike, sepse aflatoksina prodhohen nga myqet dhe pikërisht nga një lloj myku i cili quhet Aspergillus flavus. Ndërkohë, zoti Sulaj, i kemi hapur gjithë kapitujt e negociatave me Bashkimin Evropian, por më e rëndësishme do të jetë mbyllja e tyre. Dhe ndër kapitujt më të rëndësishëm është bujësia dhe siguria ushqimore. Ne si duhet të organizojmë kontrollin në opinionin tuaj, për të qenë konform standardeve të BE-s, por njëkohësisht për të pasur efektivitet ato institucione që do të jenë? Ju përmendët dy kapitujt, bujësia dhe kapitulli 12 i sigurisë ushqimore. Unë ndoshta me bujësinë çështja është më e lehtë sepse ka të bëjë kryesisht me legjislacionin dhe me prodhimin primar bujqësor, me teknologjitë e prodhimit bujqësor, por edhe me politikat dhe me një sër çështje të tjera që lidhen me prodhimin primar bujqësor dhe vështirësia më e madhe që do jetë në procesin e antarësimit të vendit tonë Bashkimit Evropian, do jetë kapitulli 12, kapitulli sigurisë ushqimore. Nuk është se vetëm Shqipëria ka vështirësi të tjera, po kanë patur edhe vendet të tjera që kanë detyruar së fundi në Bashkimin Evropian. Kujtojmë këtu Kroacinë, kujtojmë Bullgarinë dhe Rumaninë, që
gjithsesi patën vështirësi serioze në përmbushjen e kritereve të këtij kapitulli. Mbase kanë marrë edhe kohë shtesë. Patjetër i referohem pak Bullgarisë dhe Rumanisë, po te Bullgaria dhe Rumania Komisioni Evropian i sugjeroi dhe detyroi këto vende që të riorganizonin sistemin e sigurisë ushqimore dhe të autoritetit kompetent dhe ta krijonin një model që ngjasonte me Bashkimin Evropian. Fillimisht pati një auditim të sistemit me anë të misioneve të Bashkimit Evropian dhe mandej u detyrua që këto vende ta riorganizojnë sepse të organizoj këtë sistem dhe autoritetin kompetent, për faktin sepse në vite politika dhe vendimarrjet nuk ishin krijuar një model unik, të ngjashëm dhe funksional me ato të Bashkimit Evropian. Ne si duhet ta bëjmë? Duhet të jetë një institucion qendror, pastaj të degëzohen tjerët? Ka patur një nisëm tek ne edhe jemi në proces. Që po afron gati një vit që nisma që ka lançuar edhe kryeministri i vendit tonë për të riorganizuar autoritetin kombëtar të ushqimit në një institucion të ri, ndoshta për ndryshuar dhe emrin ose për ndryshuar dhe strukturën dhe madje edhe kompetencat e tij, dhe në aspektin reformator unë shikoj një risi, sepse ky institucion duhet të riorganizuar për shkak sepse gjatë viteve vendimarrjet e ndryshme politike dhe e kanë dëmtuar, nuk e kanë forcuar imazhin, po edhe strukturën dhe funksionalitetin e këtij institucioni. Kështu që kërkohet të krijohet një model si ai i Bashkimit Evropian. Nëse do ecim në këtë rrugë, do jemi në rrugë të mbarë, sepse do krijojmë vërtet një model funksional, një model të një autoriteti kompetent, i cili do përmbush të gjitha detyrimet ligjore dhe funksionale për të qenë si homologët që kanë vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe akoma nuk ka iniciativë të tillë, nuk është lançuar kryesisht struktura e këtij institucioni. Emri dhe struktura janë shumë të rëndësishme, sepse emri do përcaktoj pasaj dhe funksionalitetin. Mendohet që në këtë institucion, sipas informacionit që kam, që të përfshihen shumë inspektoriatet që operojnë në fushën e sigurisë ushqimore, madje të ketë edhe bashkim të autoritetet dhe agjensive të ndryshme në një agjensi të vetme. Kjo në konceptin politik dhe strategjik të zhvillimit të vendit tonë dhe të sigurisë ushqimore është mirë sepse siguria ushqimore, sistemi sigurisë ushqimore kërkon zbatimin e komandave vertikale nga autoriteti qendror deri tek inspektori më i thjeshtë. Dhe kështu duhet të jetë më thjesht. Nëse do të operojnë shumë agjensi në një autoritet të vetme, do të kemi vështirësi pastaj në zbatimin e komandave vertikale që kërkon siguria ushqimore, por edhe në feedbackun, marrjen e informacionit dhe nga baza për një qendër. Ata inspektorët që kam shtypjen patjetër menaxhimi është shumë i rëndësishëm, por edhe inspektorët ata që kanë kontaktin çdo ditë me bizneset janë shumë të rëndësishëm. Duhet të jenë për shembull mbase teknolog, mbase ekspert sigurisë ushqimore, pra duhet ta kenë formimin bazë paktën nga Universiteti Bujqësor? Sepse deri tani çfarë s'kemi parë? Patjetër këtu bëhet fjalë për të operuar në fushën e sigurisë ushqimore. Siguria ushqimore është pjesë e shkencave të ushqimit dhe të shkencave të jetës. Është një lloj disipline që lidh pikërisht fushën e ushqimit dhe të bujqësisë lidh me impaktin në shëndetin e konsumatorit. Dhe këtu kanë vend, patjetër fillimisht kanë vend profesione të tilla të cilat janë të lidhura me ushqimin, kryesisht ata që kanë background në shkencat e ushqimit dhe shkencat e jetës, bëhet fjalë për që nga veterinerët, bëhet fjalë teknologët ushqimor, specialistët e ushqimit dhe të ushqyerit, ka agronom, të cilët patjetër duhet të jenë do të operojnë në fushën e sigurisë ushqimore, sepse kemi shëndetin e bimëve dhe produktet e mbrojtjes bimëve, që janë pjesë e sigurisë ushqimore. Kemi inspektoriate të tjera të cilat siç janë inspektoriati i peshkimit dhe i monitorimit të ujrave, patjetër që kur flasim për produktet e detit, patjetër është shëndeti i kafshëve ujore i cili ndikon ndjeshëm pastaj edhe në shëndetin e konsumatorëve. Edhe në pyetjet fundit në lidhje me sektorin privat, a e kanë edhe ata domosdoshmëri ose edhe detyrim mbase
për të pasur të gjithë ta që ju përmendët, nga fermerët, nga agronomët, teknologët, pra gjithë shka që ka të bëjë me zinxhirin e sigurisë ushqimore? Fermerët... E kam fjalën edhe për biznese, për punuese, apo... Pa tjetër, ajo që vjet e reh në pjesën e operatorëve të biznesit ushqimor është fakti që shpesh një pjesë e tyre operojnë pa patur në njësitë e tyre të përpunimit apo fabrikat e përpunimit, pa pasur punësuar teknolog. Por duhet t'i kenë ka mbështypjen. Pa tjetër ata duhet t'i jenë dhe shteti shqiptar duhet marri iniciativet për ta futur klasifikuar inxhinierin teknolog, por edhe specialistin e ushqimit dhe të ushqyerit të njeriut, si profesione të rregulluara, sepse janë profesione të cilat e lidhin shumë sigurinë ushqimore me shëndetin e konsumatorit. Pa kontributin e këtyre profesioneve të teknologëve ushqimor, të inxhinierëve teknolog dhe të specialistëve të shkencave të ushqimit dhe të ushqyerit, nuk mund të themi që menaxhojmë mirë shëndetin publik dhe të ushqyerin e popullatës. Zoti Sulaj, ju falenderoj që ishte në studio. Faleminderit për ftesën.